Përshëndetje shikues të nderuar. Ja po paraqitemi edhe me një epizod të podcastit Fol të televizionit Festa, por këtë herë bëhet fjalë për emision të jashtëzakonshëm. Këtë na e ka diktuar situata aktuale politike në vendin ton, respektivisht të gjitha ndodhitë që ndodhen ditëve të fundit me daljen e Aleancës për shqiptarët nga koalicioni Vlen dhe nga qeveria. Për këtë qëllim, sonte në studion e televizionit Festa, të ftuar kemi njeriun e dytë të Aleancës për shqiptarët, nënkryetarin Gzim Kadriu. Gzim, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Gzim, për qëllim kisha që këtë emision t'ja kushtojmë të vërtetës, informimit të saktë dhe me kohë. Andaj sonte me ty do të sjellim shumë gjëra që ndoshta opinioni nuk i ka të njohur. Patjetër. Çfarë në të vërtetë po ndodh me Aleancën për shqiptarët? Brenda 12 muajve, nga një aleancë u bën 2 dhe prap Aleanca e drejtuar nga Arben Taravari braktisë edhe qeverinë edhe koalicionin Vlen. Për çka? Sigurisht, për pjesën e parë, pasi është pyetja e ndarë në dy pjesë, çfarë ndodhi ndarja, sidomos kur në fakt ishte moment, ne kemi vlerësuar gjithmonë si moment historik, kur lideri i Aleancës për shqiptarët, zoti Arben Taravari, vendosi që t'i bashkohet koalicionit Vlen, ta është quajtur në atë kohë, dhe të bëhet koalicioni Vlen. Ne krenohemi sigurisht se Aleancë për shqiptarët, kemi vepruar shumë drejt në atë kohë, pasi që të gjithë e dim, BDI-ja ishte parti e cila për 22 vite kishte qeverisur vendin. Dhe kush do qoftë parti politike që qeveris 22 vite është e dehidruar politikisht dhe realisht pritjet e qytetarëve nuk mund të jenë në nivelin e dëshiruar. Edhe BDI sigurisht se ka pasur shumë gabime në të kaluarën dhe Aleanca për shqiptarët në krye me Arben Taravarin e bëri momentin historik, e bëri rotacionin, ndryshimin politik. Sigurisht se ju e dini dhe të gjithë qytetarët, koalicioni Vlen në zgjedhjet parlamentare të 8 majit mori 107.000 vota shqiptare. Arben Taravari ishte figura kiqe e këtij procesi politik të cilën u menaxhonte. Para zgjedhjeve parlamentare, ju kujtohet se kishim edhe zgjedhjet presidenciale. Arben Taravari doli kandidat në zgjedhjet presidenciale. Realisht, unë mendoj se opinioni duhet të informohet për gjitha thashathemet apo vrerën të cilën e nxjerrin partnerët e deri-gjeshëm të koalicionit. Duhet dhe është koha momenti që të themi troq të gjitha proceset të cilit e kemi kaluar, pa mos më shefër asgjë, të themi të vërtetën ashtu si është në tërësi. Aleanca për shqiptarët para 8 majit, para se të përcaktohet zoti Taravari, të bëjmë Vlenin, kishte oferta ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, konkretisht prej zotit Ali Ahmeti. Gjithë opinioni e din, zoti Ahmeti shumë herë ka qenë në zirat e zotit Taravari, dhe oferta... Po thoni për kohë kur ishte një Aleancë për shqiptarët, apo? Sigurisht, para se të vi momenti i ndarjes. Ofertat ishin që Aleanca për shqiptarët të morë 9 deputet. Po oferta e fundit ka qenë që në atë koalicion të marrë 10 deputet. Dhe sigurisht në qeverinë e ardhshme të ketë gjimsa e pozicionit të ministrave. Por Arben Taravari dhe gjithë Aleanca atëherë ndëgjuam zërin e qytetarit, i cili kërkonte ndryshim.
Dhe ne nuk zgjedhëm interesin e aleancës për shqiptarët në atë moment, në atë periudhë. Ne zgjedhëm interesin e qytetarit dhe ndëgjuam zërin e qytetarit. Qytetari ishte interesuar, bëhet një koalicion dhe ta bëj rotacionin politik të shqiptarët më qëni. Dhe e pikërisht ndodhi. Në atë periudhë, Arben Taravari, do më thonë, dhe Aleanca për shqiptarët paguajte një kosto, paguajte një çmim për ta bërë vlenën. Si që dini, Zoti Sela shkoi me Ali Ahmetin. Dhe ne e paguajtëm çmimin, e ndëgjuam zërin e qytetarëve, koalicionin vlen, u bë pjesë e qeverisë. Sigurisht se ne kishme platformën tonë politike. Koalicioni vlen, kishte programin e saj politik. Dhe programi i koalicionit vlen u dashke të inkorporohet, të bëhet pjesë e programit qeveritar. Tani 11 muaj. Ne me fatkeqësi konstatojmë, jo me dëshirën tonë, që programi i koalicionit vlen nuk gjen zbatim qeverisë të vendit. As një pik e programit vlen nuk është të përfshim qeverisën e vendit. Aleanca për shqiptarët, në kuadër të vlenit, ka dhënë zotime para qytetarëve, ka dhënë premtime para qytetarëve, se do ta bëjmë ndryshimin. Dhe gjithmonë ndryshimin në kupton nga një situatë zero të shkojmë në një situatë pozitive, një situatë më të favorshme, një situatë më të mirë për të gjithë qytetarët, në veçanti për shqiptarët, pasi koalicioni vlen përfaqëson qytetarët. Zotimi jon i parë ishte ndryshimet kushtetuese. Ne dham edhe kryeministit Mickovski një afat kohor prej 6 muaj. Nuk ndodhëm, pastaj vazhduam, dham edhe një afat plotësues. Por megjithatë nuk reflekton kryeministri. Pika e ditë ishte 20% që është, e kemi theksuar me mirë herë, është terminologji nënshmuese, nuk ekziston në botë një kushtetut e ndonjë shteti që në kategori qytetarëve ta trajton me përqindje. Republikën e Maqedonisë veriut e përbëjnë shumë etni, maqedonasit, shqiptarët dhe shumë të tjerët, kanë emër, jo numra. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat ishte zotim. Çfarë ndodhi? U tërhoq nga gjykata kushtetuese balanceri si formulë për përllogariqen e punësimit bashkësive etnike në institucionet e shtetit dhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat tani e 5 muaj, i cili është gati, i përgatitur nga ekspertët, nuk vendoset në pikë qeveritare. Dhe çfarë ka ndodhur në këtë periudhë kohore? Janë punësuar me mira Maqedonas dhe shumë pak shqiptar. Mos tham mas pak. Shembull, dëshirojmë të flasim për institucione konkrete, me numra konkrete. Shembull, ta marrim fondin pensional. 150 shqiptar largohen nga puna, punësohen 41 maqedon dhe 1 shqiptar. Ta marrim ANB-n, Agencioni i Sigurisë Nacionale, punësohen 100 maqedonas, as 1 shqiptar. Ta marrim drejtorinë e hyrave publike, punësohen 39 maqedonas, as 1 shqiptar. Tani, kemi fatkeqësisht informacione jo zyrtare, jo të konfirmuara, që do të ndodhë edhe më keq. Si është për shembull rasti me konkurset të cilat ishin në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kemi paralajmërime. Gjithmonë po e them, deri tani informata jo zyrtare dhe uroj të përgënjeshtrohen për këtë që po e flas këtu. Nga 300 të punësuar ushtar profesionalist do të punësohen vetëm 15 shqiptar dhe 285 maqedon. Ose një ashtu përsëritet edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Keni kujdes. Aleanca për shqiptarët nuk i ka borxh askujt.
për shkak të qëndrojmë në një qeveri ku ne nuk arrim të realizojmë platformën tonë politike. Aleanca për Shqiptarët duhet fuqishëm të thuhet që po krijon standarda të reja në politikë bërje. Zotin e gjatë, ju kujtohet ndonjë parti politike e cila e ka lëshuar qeverinë dhe ka kaluar në opozitë, por pas që dyre ka bërë Aleanca për Shqiptarët. Dhe për çfarë? Për parime, për qëndrime politike. Aleanca për Shqiptarët pretendon se i përfaqëson shqiptarët në mënyrë të denjë, në mënyrë dinjitoze. Askujt si kemi borxh ne të realizojmë agjenda politike të VMRO-t dhe PMN-s apo të LSDM-s. E shifni, këtë 9 muaj, fatkeqësisht, me këtë qardhe ja them, vleni ka shërbyer si maqinerie votimit për agjendën politike të VMRO-t dhe PMN-s, duke votuar ligje e fatkeqësisht në kuadër qeverisë ministrat as nuk kanë arritë të lexojnë ligjet të cilat pi votojnë. Fatkeqësia për qenë dhe ironia dhe më e madhe, e njëjta është përsërit ka ndodhur në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Deputat nuk kanë arritë të lexojnë çdo ligje, po kalojnë. Nëse asnjë pikë e platformës të vlenit nuk realizohet në këtë qeverisje, ne nuk i kemi borxh askujt që ta mbrojmë një qeveri që pretendon të jetë një monoetnike, që pretendon të jetë një nacionale. Aleanca për Shqiptarët fuqishëm thot. Koha kalon dhe ecën shumë shpejt. Një vit të qeverisë iki. Shumë më mirë është sot të lëshohet qeverisja dhe të thohet shqiptarëve se ne jemi garanca, ne kemi kërkuar vota, jemi zëtuar për përfaqësim dinjitos. Në moment që nuk arrim të përfaqësojmë në mënyrë të denjë dhe dinjitoze shqiptarët, Aleanca për Shqiptarët i thotë stop qeverisjes. Nuk bën kalkulime personale, nuk bën kalkulime individuale. Kjo ishte ajo në pikat shkurta që ndodhe. Shumë sinqerisht, gjithë partitë politike shqiptare jemi vëllezër mes veti. Ju e shihni se bloku Maqedon është bashkuar deri diku. Edhe pse ndoshta qytetarë të cilat nuk e ndjekin politikën nuk mund të njohasin këtë lëvizje, po ne shumë mirë e dim. Sot, si asnjëherë më parë, shumë vëllazërisht i bëjmë thirrje liderëve të vlenit, le ta shlojnë këtë qeveri sukur që bëri Aleanca për Shqiptarët. Pasi një ditë nuk do të kenë mundësi edhe ta mbajnë, po edhe të dëshirojnë. Zotri Gzem, sot ndëgjova një analist dhe më bëri përshtypje me hamendjen e tij, tha, spari duhet ta qartësojmë, është përjashtuar Aleanca për Shqiptarët nga qeveria apo është larguar, sepse këto janë dy krejtë momente të kundërta. Prandaj edhe si njeriu i dytë i Aleancës pyes, jeni larguar apo jeni përjashtuar nga qeveria? Aleanca për Shqiptarët nuk është përjashtuar nga qeveria. Kryeministri i vendit e ka lutur Aleancën për Shqiptarët. Qëndroni në qeveri. Aleanca për Shqiptarët është parti autonome e cila vendimet e saja i merr në organet e larta të Aleancës për Shqiptarët. Kjo ndodhe edhe në mbledhjen e së dielës, apo usot vendimi. Sigurisht që po. Me vota unanime. Po. Nga ajo që e thot në hyrje të emisionit, të lënë të kuptohet se gjatë këtyre 9 muajve nuk është përfillur zëri i shqiptarëve në qeveri. Lart poshtë ajo është. Sigurisht që ne afruam edhe shumë dëshmi. Pse u prit kaq gjatë 9 muaj? Ka pasur ndonjë vëmendje tërheqje të vëmendjes nga ana e kryetarit tuaj përballë Mickovskit dhe partnerëve të tjerë në qeveri, me u bë me dije se nuk shkojnë punët kështu. Në gjatë në fillim të emisionit, e thash se do ta them të vërtetën. Ashtu si është. Për këtu jemi, për atë jemi. Kumbari i koalicionit vlen ka qenë kryeministri i Kosovës zoti Albin Kurti, për të cilën kemi respekt të jashtëzakonshëm. Takime ka patur dhe ju si media sigurisht i keni ndjekur.
Liderët e Vlenit, para se të ndodhë kjo çfarë ndodhi, kanë patur takim të kryeministri zoti Kurti. Arben Taravari, kryetari i Rancës për shqiptarët, në mënyrë detaje ja ka sqaruar gjendjen dhe pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut në të cilën gjendemi, duke treguar të vërtetën se shqiptarët po humbin ndikimin në institucionet e shtetit, se realisht punët nuk shkojnë për të mbarë. Atë ndryshim të cilin e kishim premtuar para qytetarëve nuk po bëhet për shkak se ka një barrikadim të fuqishëm nga pala maqedonëse. Të tjerë liderët e Vlenit nuk e kanë pasur mendimin e njëjtë. Ne të më demantojnë. Publikisht i sfidoj. Ditën e nesme kur ka ardhur në Shkup para kryeministrit kanë thonë, ja, gjendja e shqiptarëve në Maqedoni është shumë mirë. Të tre liderët kanë menduar se gjendja e shqiptarëve është shumë e mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të nesërmën ka pasur seancë qeveritare, vetë kryeministri ka thënë zotit Taravarit, apo shumë po ankoni nga unë, pse kështu. Domethënë, nuk ka çështje besimi kjo. Nuk ka çështje partneriteti kjo. Mbi gjitha është interesi kombëtar. Partitë politike, kush do qofshin ata, nëse pretendojnë të marrin vota për shqiptarëve, sigurisht se duhet mbartet llogari edhe për të përfaqësuar në mënyrë të denjë në institucionet e shtetit. Unë e kuptoj, politika është arti i sëmundshmës. Pas takimit që e pati zoti Taravari me kryeministrin Mickovskin, deklaroi se ka patur një takim shumë korrekt, edhe se deri tash puna ka shkuar mirë me qeverinë. Është kjo vetëm farsë politike apo një mend e ka menduar ashtu zoti Taravari? Për të qenë korrekt deri në fund. Gjithmonë kur zoti Taravari ka biseduar me kryeministrin Mickovskin, në parim ka qenë në rregull. Kryeministri nuk ka shfaqur simptoma publike anti-shqiptarëve. Nuk kemi pas ndonjë rast sikur të kaluarën që ka patur raste të montuara politike. Domethënë gjithmonë ka qenë qëndrimi i tij i hapur për bashkëpunim. Por në praktik nuk kanë funksionuar gjë. E keni parasysh, koalicioni Vlen ka disa zëvendës drejtor dhe zëvendës ministra. E dini se ju se ata nuk përfillen nga ministrat maqedon. Nuk kanë asnjë ndikim në atë institucion. Nuk e dinë as çfarë vendime mirë në atë institucion. E kuptoni? Domethënë situata është që e rënduar politikisht. Nëse juve nuk ju respekton partneri i koalicionit, qeverisja nuk kupton bashkëqeverisje, nuk kupton respekt të ndërsjellë. Nëse këta parime humbin, atëherë çfarë realizohet? Çfarë ngelet? Në shërbim të kujt janë sot shqiptarë? Cila agjendë politike po ecë? Çështja e gjuhës shqipe, ne kemi premtuar që të avancohet një standard edhe më të lartë. Shumë institucione, sikur që janë Ministria e Financës, Ministria e Energjetikës, Ministria e Punëve të Jashtme, edhe në faqet zyrtare, dëgjuesinë e kanë larguar. Dëgjuesia është larguar nga shumë institucione. Ne nuk u zotuam për këtë. Ne thamë se do të avancojmë pozitën e shqiptarëve. Domethënë, e kuptoni, çdo parti politike, qoftë Aleanca për shqiptarët, qoftë kushdo parti politike, kur themelohet në teorinë politike dhe në praktikën politike, qëllimin apo synimin e saj ka ta marrë pushtetin. Sigurisht, duke e patur pushtetin për ta realizuar interesat e tyre, agjendën e tyre, platformën e tyre politike. Aleanca për shqiptarët futet në qeveri dhe për parime e lëshon qeverinë. Dhe unë mendoj që kemi bërë shumë mirë. Duhet të reflektoj pala maqedonëse. Nuk mundet Republika e Maqedonisë së Veriut është shtet multietnik. Kush do të qoftë faktor politik maqedon? Nuk ka nevojë partnerit të tij të koalicionit shqiptar të thotë se ne kemi 58 deputet, kemi 62 deputet. Ua ka thonë këtë? Sigurisht që ju ka thonë partnerët të koalicionit. Ne kemi 58 deputet, po edhe 70 deputet më mor. Si mendon me përjashtu faktorin shqiptar? Asnjëherë. Kur sot bashkohet faktori maqedon, sigurisht që faktori shqiptar shumë më lehtë bashkohet dhe këtë duhet të ja themi zëshëm të gjithë. Unë prap
Tash këtu po sillni vërtet argumente shumë të forta dhe interesante për një mospërfillje totale të faktorit politik shqiptar në qeveri. Pse është pritur kaq gjatë? Jo, në fakt nuk është edhe shumë gjatë. Për shkak se ne tham 6 muaj i japim afat qeverisë. 6 muaj të para nuk reflektoj. Si aleancë apo si vlen? Ja, sigurisht. Në fillim ne kemi Që ti qartësojmë gjana. Në fillim sigurisht se koalicioni ka funksionuar si vlen, edhe pse ka patur hile. Nga fillimi ka patur hile. Jo rasisht erdhe deri tek kjo ndarje. Unë zëshëm dua të flas para gjithë opinionit, për të shpalosur të vërtetën. Lanca për shqiptarët ishte partia e cila shndroi Lenën në vlen. Ishte faktori kyç i cili e shtylli ndryshimin politik në Maqedoni. Dhe gjithë qytetarët e dinë se ne kishim një zëtim. Vleni do të shkrihet, do të bëhet një parti politike. Dhe më njerë pas zgjedhjes, pas i im qeveri, 100 ditë të para të llogaridhënies qeverisë, Vleni u dashke të fillojë procesin dhe të dalë një parti politike. Pse u vënua ky proces? Ky proces në fakt As nuk ndodhi derisa ishit ju në liderët e disa partive politike, le të përgënjeshrojnë lirisht, ja kanë uruar zoti Taravari Turime se je kryetari i Vlenit. Më thonë zoti Taravari ka qenë kur u shndruar Vleni, ju është dhënë fjala dhe besa se do të jetë lideri i Vlenit. Çfarë ndodhi më pas? 3 partitë politike u bën një palë dhe brenda vetës Aleancën për shqiptarët e shifshin si një palë, si një trup i huaj apo si një palë kundërshtare. Aleanca për shqiptarët, zoti Taravari konkretisht dhe ne si kryesia e ngushtë e partisë, i kemi të i kaluar egot e tona personale. Ne kemi patur 5 deputet, nga 14 deputet. Dhe më thonë diku 35% të numrit të deputetve, të grupit të parlamentarë të Vlenit, e përbënte Aleanca për shqiptarët. Ne pranuam qeveri me një hise nga 25%. Gjitha 4 subjektet politike të jenë pjesëmarrëse në qeveri me pozicionin nga 25%. Në të gjitha anketat, në të gjitha matjet publiket, Aleanca për shqiptarët është më e madhe se 3 subjekte tjera politike. Këtë fakt e dinë edhe liderët e partive tjera. Por ne nuk kemi qenë egoist. Neve ne ka interesuar platforma politike, agenda qeveritare, ndryshimi i cili do të bëhet në interes të shqiptarë. Nuk jemi marrë me përqindje. Erdhi momenti kur ne kishme informacione se çfarë po ndodh, si lëvizin gjërat, edhe nga tereni, edhe nga institucionet. Ju informonte Taravari të gjithë, sidomos juve se nën kryetar për çdo lëvizje? Absolutisht po, absolutisht po. Para 7-8 muajve ne kemi patur informacione të sakta për lëvizjet të cilat po ndodhen brenda Vlenit. Po ne nuk kemi mundur flasim publikisht me strukturat dhe me opinionin për shkak se dëshpërimi do të ishte i madh në atë kohë. Ne e dham shans deri në moment të fundit. Domethënë kur pas 100 ditësh të parë qeverisë, zoti Taravari e parashtron pikën sikur që ishte marrëveshja të fillojnë procedurat, Vleni qëndrohet në një parti politike, në një subjekt politik tek shqiptarët. Pasi që qytetarët janë lodhur nga 7, 8, 9, 10 subjekte politike shqiptare. Kjo ndarje, ky parcializim, nuk shkon në favor të shqiptarëve. Përgjigja e kryetarëve të Vlenit ishte se ne kemi menduar se është më mirë të presim të kalojnë zgjedhjet lokale, pas zgjedhjeve lokale, Vleni të shndrohet në një subjekt politik. Më thonë reteruan nga qëndrimet të cilat ishin marrur vesh më parë. Faktikisht, informacionet u përpothshin nga ajo që ne
i kishim nga disa individ të cilët ishin pjesë përbërëse e vlenit, qoftash nga institucionet ku punojshin, apo nga strukturat. Megjithatë, asnjëherë nuk ankuam dhe nuk ishim ata të parët të cilët e nxitsin këtë përçarje apo këtë ndarje. Gjithmonë, duke patur parasysh se kauza është shumë më e madhe se sa një proces, se ku po shkon një subjekt politik. Ulën dhe biseduan liderët e vlenit fillimisht për të bënë ndarjen e komunës. Zatën aty filluan edhe plasaritjet e para, sinjalet e para. Sigurisht. Ati vetëm dolën në opinion plasaritjet. Para kësaj edhe një pyetje. Vazhdimisht e kam dëgjuar zotin Taravari të deklarohet se është ndier sikur i lën anash të tre liderët tjerë gjithnjë kanë qenë së bashku, ndërka që s'paku ashtu siç është deklaruar. Ka edhe kjo ndonjë rrëfyes është? Është e vërtet, është e saktë se tre liderët kanë qenë sinkronizuar. Dhe sot ndëgjova deklaratën e Izet Mexhidit kur flet për loja. Loja tani mund të fillojë? Loja tani ka filluar. Dëgjoni, zoti Mexhidi ka qenë për 22 vite BDI. Ka qenë nënkretari i BDI-s. Nuk ka qenë një aktivist i zakonshëm. BDI-ja në të kaluarën shumë lojra ka bërë me qytetarët. Qytetarët mbajnë mend. Dhe zoti Mexhidi nga BDI-ja është mësuar për të bërë lojra. Po nuk vlen besimi për ato politikanë apo lider që pretendojnë të jenë që politikën e llogarisin lojë ndaj qytetarit. Qytetari është i shejt, votuesi është i shejt, shqiptari është i shejt. Nuk mund të luash loja me qytetarët, se qytetarët ditën e zgjedhjeve t'i fikin dritat. Besoni, nuk jemi në periudhat para 20-30 vite, kur shqiptarët nuk kanë qenë mjaftueshëm të shkolluar, të edukuar. Sot, shumica qytetarëve janë shumë më të përgatitur intelektualisht e profesionalisht se edhe vetë ne, politikanët të cilët menaxhojmë institucione shtetërore. A priori nuk kupton që ai të mirët me politikë. Pa ai është gjykuesi më i mirë, ai është vlerësuesi më i mirë. Dhe për ata, Alanca për shqiptarët nuk ka bërë loja dhe nuk bën loja me shqiptarët. Do të gëzim, thash se në këtë emision do të mundohemi të sjellim të vërtetën, të sjellim fakte, të pastrojmë shumë dilema. Thatë se deri tash 30 sa minuta veç jemi duke biseduar, motiv kryesor ka qenë mos përfillja e shqiptarëve, pozita e rënduar e shqiptarëve në vend të punësimeve, largime nga puna e kundërta. Mirë po, ditëve të fundit, si motiv kryesor, apo shkak kryesor është e përmendin faktin se Arben Taravari është i shantazhuar nga Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Mirë, është më sekret publik, përmendet një aferkin se parkingu Gjoka. Mund edhe këtu ti hekim dilemat? Absolutisht po. Për atë edhe jeni të ftuar në emision. Çka ka këtu në të vërtet? Apo shantazhohet me të vërtet Arben Taravari nga Ali Ahmeti dhe BDI-ja? Ju lutem, keni ndëgjuar ndonjëherë një parti opozitare të mund të shantazhoj pushtetin, apo një parti e cila është participiente në pushtet. Këtë trillim të partnerëve të deri gjeshëm, mendoni që e beson dikush? Kush është Gjoka Construction? Gjoka Construction qenka një kompani nga Republika e Shqipërisë, e cila pas ka pasur interes të marrë pjesë në tenderimin publik ndërkombëtar, të cilën Ministria e Shëndetësisë kishte bërë shpallje dhe ishte anuluar ai tender. Po çfarë logjike juridike ka kjo punë? Që të ketë përgjegjësi juridike në këtë rast,
që këtë manipulim me procedurat kur i njëjti tender nuk ka përfunduar. Aja kompani nuk ka arrit kontraktoj me atë furnizim publik, me atë tender publik. Kush e beson këtë? Këto janë trillimet nga metullet të cilat po ju bien maskat e partnerëve të deri gjeshëm të koalicionit. Ndoshta e kanë nga zori që e bëjnë këta, ndoshta e kanë nga halli. Qalojmë kohës, koha është dëshmitari më i mirë dhe qytetarët shumë mirë do të vlerësojnë në zgjedhjet lokale se kush kishte të drejtë dhe kush mbron interesin e shqiptarëve dhe kush mundohet të realizoj agjenda të cilët nuk janë në interes të qytetarëve, e më së paku të shqiptarëve. Ditëve të fundit lexojmë dhe ka informata se jo të gjithë antarët, por edhe eksponent të Aleancës për Shqiptarët nuk do të bashkangjiten rrugtimit tuaj të mëtejmë, pikërisht për shkak të shantazheve, siç thonë, se do të bashkangjiteni Ali Ahmetit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërta është edhe zëvendës kryeministri Arben Fetaj. Keni mendimin e tij, vendimin e tij, keni kontaktuar zotin Fetaj? Ajo, më intereson zyrtarja nga jo. Sigurisht se po, zoti Arben Fetaj ka qenë pjesë e grupit negociues i autorizuar nga Aleanca për Shqiptarët që të bisedojnë kuadër vlenit për të arrit marrëveshjen për zgjedhjet lokale. Vlen të theksohet dhe të informohet opinioni publik që Aleanca për Shqiptarët gjatë bisedimeve ka ofruar 4 oferta për zgjedhje lokale. Kurse partnerët e koalicionit të derigjeshëm kanë shkuar me një ofertë ultimative. O pranone, o lene. Oferta e fundit vlen të theksohet e Aleancës për Shqiptarët ka qenë kjo. Duke e patur parasysh elementin kombëtar shqiptar në 5 komunat, sukur që janë komuna Korçovës, komuna Bërvenicës, komuna Qashkës, komuna Botelit dhe komuna Dolnenit, duhet kandidat konsenzual kombëtar. Pa tjetër na duhet konsenzus kombëtar. Këta komuna rrezikohen nga partitë maqedone. Nëse faktori shqiptar, të gjithë partitë politike shqiptare, nuk bashkohen, do ndodhë të tradhti kombëtare. Shqiptarët ndër vite kanë zhvilluar betejë të fuqishme, janë persekutuar për të arritur të udhëheqjen me këtë shtet, për të arritur të gëzojnë të drejtat e barabarta në këtë shtet. Dhe në vitin 2025, nëse përndarja dhe përçarje pala Maqedone do të arrinë në merrte komuna shqiptare, kjo me të vërtetë do të ishte tradhtia e kohës, që qytetarët asnjëherë nuk do ta falin. Ne pikërisht këtë ofertë kemi bërë. Pastaj kemi thonë kështu. Ato lider, të cilat udhëheqin ata komuna, sikur që ishte rasti me Lëvizjen Besa, ku udhëheqin me komunën e Tetovës dhe komunën e Zhelinës, apo rasti zotit Mexhiti ku udhëheqin me komunën e Çajirit dhe zotit Taravari me Gostivarin dhe Vrapqishin, të jenë komuna të fiksuara dhe të gjitha komunat e tjera të shkojnë në anketim. Të pisim opinionin, të pjesim shqiptarët. Këto janë zgjedhje lokale. Është shumë e rëndësishme të kemi profile të mirë të kandidatë. Të kemi kandidatë të mirëfillt, të cilët do të ofrojnë zgjidhje për problemet e qytetarëve. Pak më vonë do të bisedojmë. Oferta është refuzuar. Domethënë Aleanca për Shqiptarët nuk ka kërkuar asnjë komunë. Këtë duan ta dinë të gjithë. Oferta është rrezuar, është refuzuar. Domethënë, kur unë dhe ju nuk po bindemi me argumente se cila parti, cili subjekt politik është më i fortë në atë terren, në atë zonë, është më mirë i strukturuar, ka forume të organizuar.
Aleanca për Shqiptarët është parti politike e cila është e përfshirë strukturalisht shumë mirë. Nga Likova deri në Strug, është e përfshirë në të gjitha organet, në të gjitha forumet. Ka forum Gruaja, ka forum Rinor, ka kryesi të Degës, në të gjitha degët, në të gjithë territorin e shtetit. Partitë e tjera të koalicionit Vlen kanë qenë parti lokale. Besa ka pas shrirje, Tetov Zhelin, dhe në disa vendbanime për rreth Tetovës, LD-ja ka patur përfshirje në Çajër, Alternativa thojnë në Kumanov, as vetë se di se ku. Do të bisedojmë pak më vonë për zgjedhjet lokale, për mbetet borxh për Arben Fetaun. Zoti Arben Fetaj është pjesë e Aleancës për Shqiptarët. Strukturat sigurisht që nuk e ka njohur më parë shumë, i cili ka kontribu në Aleancën për Shqiptarët, jeton dhe vepron në Belgjik. Zoti Taravari vendosi që kur Aleanca për Shqiptarët të bëu pjesë e qeverisë, e propozoi dhe kërkoi mbështetjen tonë, sigurisht fillimisht kërkoi mbështetjen time, që zotin Fetaj ta nominoj për zëvendës kryeministër të Republikës Maqedonisë së Veriut. Të gjithë ishim dakord, e pranuam dorëhapur, gjithë partia i ka qëndruar mbrapa për treguar performancat e tija, menaxheriale, dhe sigurisht se zoti Arben Fetaj e ka votuar Kuvendi i Aleancës për Shqiptarët dhe Kryesia Qendrore e Aleancës për Shqiptarët. Më thonë, pozicioni i tij mban vulën e partisë të Aleancës për Shqiptarët. Në Aleancën për Shqiptarët mund të ketë mendime ndryshme. Edhe si në çdo parti tjetër politike. Demokratike brenda partisë. Absolutisht jemi të hapur. Demokracia e brendshme është shumë e rëndësishme. Sa më shumë zë kritik, aq më shumë demokratike është një parti politike. Ne këtë e praktikojmë në Aleancën për Shqiptarët, sidomos lideri, zoti Taravari, gjithmonë intereson mendimi personal i çdo antarit kryesisë qendrore. Jo vetëm të kryesisë ngushtë. Le të ketë mendime ndryshme. Por në fund, Aleanca për Shqiptarët vendosi unanimisht që ta lëshon qeverinë duke i konstatuar të gjitha këto dobësi të qeverisë. Prap Arben Fetaj nuk keni ndonjë vendim të atij konkret, ndonjë sqarim të nga. Jo, unë mendoj se Arben Fetaj sigurisht është i arrestuar pas zotit Taravari, se zoti Taravari e mor dhe e sjellën nga Belgjika dhe e bëri zëvendës kryeministër. Mjafton kjo, vazhdojmë. Derisa ishit ende në Vlen, apo me Vlenin, ka patur zoti Taravari takime, kontakte me zotin Ali Ahmeti për rreth zgjedhjeve, ku të ndihmohen njëra me tjetrën. Zotin Taravari edhe njerë u shpreh se demokratike është që të kontaktosh për krahje, mbështetje me njëri tjetrin, me parti tjera. Zoti Nexhat, mos ta luajmë rolin e viktimës tani sukur ne spedim dhe para popullit ta bëjmë si po thotë Zeti lojën, se nuk ka komunikime. Qëllimin e kam të heqim. Gjithë partitë politike shqiptare komunikojnë mes veti dhe duhet vazhdojë të forcohet komunikimi, bashkëpunimi. Një subjekt politik, i cili mbjell dyert për komunikim në interes të proceseve e sidomos kombëtare, për çfarë ekziston ajo parti politike? Më thonë, kanale komunikimi ka patur me gjitha partitë politike. Zoti Taravari, sukur të ishte vërteta kjo, që dëshirojnë të pavërtetën të shndrojnë në të vërtet partnerët e koalicionit të derigjeshëm, koalicionin para një vite e kishme bu me zotin Ahmetin. Kur ka qenë në maje të qeverisë zoti Ahmeti, kur kemi patur kryeministër teknik,
kur kemi patur gjimësën e qeverisë ministra shqiptar. Jo, kur ishte mal BDI-ja. Arben Taravari vendosi që malin ta shëndroj në plon. Dhe ne thëme që pluri asnjëherë më nuk bëhet mal. Për interes të shqiptarëve do të bashkëpunojmë me gjitha partitë politike. Alianca për shqiptarët dhe lideri i saj, kryesia e ngushtë, e ndjek dhe ndëgjon zërin e qytetarit, zërin e votuesit dhe zërin e shqiptarit. Edhe një pyetje interesante. Atë do t'i bashkangjiteni frontit evropian? Jo, nuk bëhet fjalë për asnjë bashkangjitje. Derisa po flasëm, deri në këtë moment, Alianca për shqiptarët ka një vendim që të shkojë në lista për këshilltar e vetme. Sigurisht që në të ardhmen, për shkak se këto zgjedhje janë lokale. Në zgjedhje lokale duhet zgjidhen problemet e qytetarëve, problemet reale, të cilat problemi më real është pushteti lokal i qytetarit. Pushteti qendror është politikat strategjike, politikat shtetërore, politikat nacionale. Kurse pushteti lokal është halli i qytetarit, është kanalizimi, është ujësjellsi, janë rrugët, janë parqe, janë qerdhe, janë shkolla, të cilët ne ofrojmë kandidat më të mirë të mundshëm dhe jemi të interesuar të bashkëpunojmë me të gjithë. Nëse ne kemi nevojë të përkrahemi në ndonjë komunë, do të kërkojmë përkraje. E shifni, duat publikisht të flas. Ne kemi informacione se edhe Pala Maqedone, LSDM dhe VMRO bashkëpunojnë në komunat të caktuara. Ka mundësi nëse VMRO do po më ne të kërkojmë mbështetje nga LSDM-ja për komunën e Korçovës? LSDM-ja do të votonte kandidate për komunën e Korçovës? Po pse kur din bëhen bashk faktori Maqedon, çfarë kanë shqiptarët që nuk bëhen bashk? Kush po i pengon shqiptarët të bëhen bashk? Kujt po i shërben përçarja e shqiptarëve? Është koha, është momenti që shqiptarët të janë sa më të bashkuar, sa më të unifikuar. Vetëm ashtu mund të fitojnë shqiptarët. Po mund të ndodhe bashkimi të dy krahëve të aleancës dhe të bëhet prap një trup? Alianca për shqiptarët, krahët i ka të hapura. Alianca për shqiptarët, dyert i ka të hapura. Zoti Taravari gjithmonë ftohet në bashkim. Gjithmonë bën thirrje për unifikim. Gjithmonë fton sa më shumë intelektuar, sa më shumë personalitete të bashkohen kauzës Aliancës për shqiptarët. Më thonë, lideri Aliancës për shqiptarët është Arben Taravari. Shokët të cilët kanë patur mendim ndryshe me një periudhë caktuar, gjithmonë dyert i kanë të hapur. Dhe vendin e kanë në shtëpinë e tyre. Do thotë mund të ndodhë. Sigurisht, ne bëjmë thirrje nga nesër të vinë të gjithë. Deri tash sqaruam goxha disa dilema. Ja dhe këtë se mund të ndodhe apo jo bashkimi i sërishëm i Aleancës për shqiptarët. Për momentin jeni të vetëm si një subjekt i pavarur, autonom. Për tërë kohën u thirrët në bashkimin e shqiptarëve, me sa ju dëgjova me vëmendje. Prej së të diele në të vërtetë, kur edhe sollët vendimin, unanimisht të praktesni qeverinë, po dhe koalicionin vlen. Cili do të jetë rrugtimi i Aleancës për shqiptarët? Në ç'të drejtim do të shkon subjekti juaj? Alianca për shqiptarët, qëndrimi i saj është publik. Opinioni është i njoftuar me kohë dhe sigurisht për gjitha vendimet në të ardhmen, opinioni do të njoftohet me kohë. Për momentin e themi që qëndrimi zyrtar i Aleancës për shqiptarët është që ne garojmë me lista të këshilltarëve në vete, kurse jemi të hapur për bashkëpunim me komunat ku shohim interes të ndërsjellët me gjitha subjektet politike shqiptare. Kanë mbetur edhe disa muaj deri tek zgjedhjet lokale në tetor, ashtu do të jenë. Tash për tash flasim vetëm për zgjedhje lokale. Ka zëra se mund të ndodhen edhe zgjedhjet parlamentare, me që
personalisht edhe nuk besoj se mund ndodhin tani, sepse duhen shumë para përgatitje, por do t'ja lëm kohës. Sa jeni të përgatitur për zgjedhjet lokale? Keni përcaktuar kandidatët? Në sa komuna do të garoni individualisht me kandidatët e tuaj? Ku pritni përkrahjen? Në këmbim ku duhet të jepni përkrahje mbështetje? Tani po flasim për një situatë hipotetike. Në kushte, në një situatë hipotetike dhe përgjigja do të ishte hipotetike. Unë dëshiroj të jem konkret dhe i qartë. Alanca për shqiptarët është e përgatitur, është mirë e strukturuar, është mirë e kalitur dhe ndërtuar politikisht me kuadra të denj profesional, akademik, e shkencor të garojnë çdo komunë. Përsa i përket pyetjes suaj, që a mund të ketë zgjedhjet parakohshme parlamentare. Vëllezërve të cilët sot janë pjesë e qeverisë, i ftoj, i bëj thirrje, ta lëshojnë qeverinë. Se edhe ashtu nuk do të mundën ta mbajnë. Do të vijë një ditë shumë shpejt, do të rëndohet edhe më shumë qeverisja atyre dhe do të tërpërohen. Kështu që nëse ata dalin sot prej qeverie, kjo qeveri nuk ka legjitimitet dhe do të ishte imponim zgjedhjet parakohshme parlamentare me ata lokale. Pasu kur edhe të vendosin të qëndrojnë në qeveri, zgjedhjet parlamentare, si shifet situata politike, do të janë pashmangshme. Tani më edhe ligje nuk mund të kalojnë në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut, që do të duhet me votim të dyfisht apo me badanter. Pasi që koalicioni vlen që ka ngelur pjesë e qeverisë, ka vetëm 9 deputet. 9 deputet shqiptar dhe 20 e ca deputet jashtë qerë shqiptar në opozit, me të vërtet, është e rëndë, është e vështirë, kush do qofë, nuk do të muje ta mbante. Sa më parë le të lëshojnë, aq më mirë për ta dhe për gjithë shqiptarët. Si Aleancë për Shqiptarët, jeni për zgjedhjet të parakohshme parlamentare? Absolutisht po, nuk na pengojnë. Edhe është një kosto financiare. Po. Jemi në rajonin e Kumanovës dhe Likovës. Natyrisht më intereson. Keni bërë për zgjedhjen, ende është herët për të nominuar kandidatin, por keni personat spaku në të jenë 2-3 apo sa për në komunë të Likovës? Kemi emra shumë të mirë, të cilat janë atraktiv? Absolutisht, shumë dinjitos, shumë profesional, shumë të çmuar dhe të vlerësuar nga opinioni. Por akoma është herët të flasim për emrat, shohmi si po rrjedhin proceset politike, do të vijë momenti kur edhe do të bëjmë promovimin e kandidatëve. Njëri ndër ta flitet Riyad Shahiri. Jo, për momentin thashtu kemi emra shumë të mirë, 3-4 kandidat, të cilët normalisht se një parti politike e organizuar, ndërton edhe strategjinë e saj, ka dhe anketimet në brendshme, për ne është shumë e rëndësishme zëri qytetarë. Ne gjithmonë në anketime pjesim qytetarët se kënë dëshirën. Nëse dëshirën Zotin e Gjatin, ne do të ulim e ta bindim e Zotin e Gjatin, se ti je më i miri. Ti të dëshirën qytetari dhe ti duhet të prish garës, dhe të gjithë partia, gjithë subjekti që ndërën brapa. Kështu funksionojmë praktik, pa dhe në teorim politike, gjitha partit lartë e poshtë i përsërisin ose këta veprime politike i bëjnë. Por në Kumanov si qëndron puna? Do të garoni të vetëm apo do të bëni koalicion me ndonjë subjekt? Sigurisht na thonë se komunal. Kumanova është pak më specifike, zotin e Gjatë. Kumanova realisht kryetari i komunës nuk mund të jetë shqiptar, ne i dim gjithë rrethanat, numrat, fatkeqësisht e determinojnë. As teoretikisht nuk ka gjase. Realisht po, uroj dhe dëshiroj, është andër, është kauz, që një ditë të bashkohet komuna Likovës me Kumanovës, edhe pse jo, mos ta udhëheq një kuadër shumë i mirë, që realisht do ta shërbejnë gjithë qytetarët. Do të shohin dobi edhe maqedonësit, edhe romët, edhe turqit, edhe bosnjakët dhe të gjithë. Institucioni nuk duhet shifet vetëm si bazë etnike, por duhet shifet si servisi qytetarit. Të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësinë etnike, e mbushin buxhetin e këtij shteti, përmes taksave, përmes tatimave. Dhe nuk duhet këtë ndarje. Institucioni duhet të shërbejë servisi qytetarit. Dhe jo të tregoj muskujt qytetarit,
apo një partie politike të një etniteti të caktuar. Kushtu që Kumanova është vend specifik, numrat determinojnë se kush do të jetë kandidati i cilës etni përkatësi etnike. Unë mendoj që Kumanova ka nevojë më shumë se çdo qytet tjetër për unifikim dhe për bashkim. Këtë desha dhe t'ju pes, folët për Çashk, për Kërçov, për kryetar. Po pse për Kumanovën nuk flitet për një unifikim? Unë vi nga Kumanova, unë jam biri Kumanovës dhe sigurisht se dhimbja e parë është Kumanova. Me siguri do të dilin diku 10 apo 11 këshilltar. Nëse bashkohet faktori politik shqiptar në Kumanov, do të rritet ndikimi dhe pesha politike. Do t'i bëjmë krenar gjithë qytetarët. Do t'i bëjmë krenar shqiptarët. Alianca për shqiptarët është për të bashku. Ju mbetet, ju të ngritni iniciativën. Sigurisht se në ditët në vijem, sigur që pa afrohet koha, edhe do të kemi iniciativa të tilla të ndërmarra nga konkretisht pse jo edhe nga unë. Dhe gëzim, unë e thash në fillim të emisionit se për qëllim kam informimin, heqen e shumë dilemave, mendoj se ja arritëm deri diku, me siguri kemi patur edhe shumë tema ndoshta për të biseduar, por do t'i lëm edhe herave tjera, po kemi hyrë në vitin zgjedhor të zgjedhjeve tash për tash lokale dhe me siguri do të takohemi edhe shumë herë tjerë, edhe do të kemi edhe emisione tjera. Në fund të emisionit keni ju diçka për të shtu, ndoshta unë kam harru për t'ju pyet? Sigurisht se me një emision të gjitha problemet nuk mund thonë edhe të ngërthehen. Unë ju uroj juve si ekip suksese në punën tuaj, të cilën po e bëni çdo ditë me përkushtim me nder, për hir të informimit drejt të saktë në kohë të qytetarëve dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia ishte ime që ju pata në këtë emision podcast të televizionit e Festa. Shikues të nderuar, edhe juve ju falenderoj për vëmendjen dhe kujdesin që patët gjatë këtyre minutave sa zgjati epizodi i radhës i podcastit Fol. Mirupafshim me episodin tjetër.